Është një detaj shumë i rëndësishëm në fakt, edhe është një shprehje në kampionatin evropian të futbollit. Shumë komentatorë sportiv në fakt ishin Berlin prit na se po vim, ja. Botëror prit na se po vim është kjo. Jam një motor të fantastik, duhet thonë, për nga mënyra se si është pikturuar, unë kështu do i quaj. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Nga vini? Na vim nga Kosova, Kosova. nga komuna Kaçanikut, po. Si u lind ideja për ta bërë kaq të bukur motorin sot? Ideja kam Kamoti. Kamoti. Po, ka shumë vite që përgatiten çdo festë që ka në Shqipëri apo në Kosovë, gjithë rrugë shqiptare, unë jam pjesëmarrës me motor. Pra gjithmonë me motor vjen kështu i pikuar? Mvalet për çfarë festë ka. Po të është patriotike diçka më asi, e bëj vetëm kuqezi. Ka dhe një muzikë shumë të mirë, Anila? Po, dëgjohet. Super gjetje në fakt dhe i shkon patjetër për shtat. Të shkoka edhe Sa i ciklodi. mbrëmi sigurisht. Unë nuk e di se si po e mbaj veten për të bërë një super xhiro me këtë, gjithsesi shumë komplimente për këtë gjetje, është fantastike duhet thënë. Mirë, faleminderit. Gjithçka në rregull. Rezultati sonte? 0-0. 0-0. Po. Akoma dhe më mirë se ja shton bukurinë kësaj mbrëmje. Po sikur të shënonte Shqipëria do të ishte diçka shumë super. Si e pritet të mbrom kualifikimin për play-off të Kosovës? Flitë me shumë emocione, saqë nuk mund t'i shprehim. Ishte një lojë shumë e mirë. Edhe me shumë të lumtur që edhe Shqipëria edhe Kosova kanë shkuar në play-off. 2 shtete, 1 komb, shpresojmë për mbotëror, Anila. Shqipëria. Faleminderit, shumë faleminderit Klodi, atmosfera e jashtëzakonshme. Fantastike, shumë e bukur.